Juela ka qenë së fundmi e ftuar në Top Albania Radio, ku ka folur për jetën pas reality show-t, projektet në muzikë, por edhe për raportet me ish-banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Gjatë intervistës, ajo ndau mendimet e saj edhe për disa nga konkurrentët, me të cilët bashkëjetoi për muaj me radhë brenda formatit. Një nga temat që mori më shumë vëmendje ishte raporti mes Brikenës dhe Mateos. E pyetur nëse besonte lidhja e tyre, Juela u shpreh mjaft skeptike, duke thënë se nuk ka besuar asnjëherë në romancën mes dy ish-banorëve. Sipas saj, marrëdhënia e tyre nuk do të zgjas për shkak të mospërputhjeve në karakter. Ata shumë shpejt do të ndahen, tha Juela. Nuk kam besuar ndonjëherë te lidhja e tyre. Të kam thënë, pas disa muajsh do të thonë jemi ndarë për mospërputhje karakteri, deklaroi ajo gjatë intervistës. Deklarata e Juelës ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat e Big Brother VIP kanë nisur menjëherë diskutimet lidhur me çiftin dhe të ardhmen e marrëdhënies së tyre. Nga ana tjetër, ish-banorja tregoi se pas përfundimit të spektaklit është fokusuar te vetja dhe karriera, duke punuar intensivisht në projektet e saj muzikore dhe planet për të ardhmen.